por e dim që sot fatkeqësisht në Kosovë ka ende shumë presion për të ardhmen. A me qëndru këtë, a me shku jashtë vendit, e me ndërtu një jetë të ri. Si e sheti vetën, ose e sheti vetën Kosovë, mbas 5 ose 10 viteve? Them drejtën, nuk mëj me jep një përgjigje nashta sakt, apo ta fatizume, sepse unë e kam për synim me studiu në vende në universitetet të jashtme, do me thonë me marrë një përvojë evropiane, sepse kam dëshirë gjithmonë me marrë kultura të reja, me dëgju biseda të reja, nuk jam person që e du rutinën, e du shumë spontanitetin, do me thonë gjithçka me ndodhë aty për aty, andaj mendoj që në universitetet tjera mu taku me persona të rinj, me pas mundësi tjera, por personalisht, unë vetën e shoh gjithmonë në Kosovë, tu jetu këtu, edhe ato përvoja të reja, ato perspektiva që i marrën për të ardhmen, jo veçëm po gjithë të rinjve që shkojnë, kisha pas dëshirë mu kthy këtu, edhe mi jep, sepse unë du që kontributin tem me jep për vendin tem, edhe për bashkëqytetarët e mi, sepse kjo është gjëja që primare për mu kryesore.